Gjithçka që doni të manifestoni në jetën tuaj ka të bëjë dhe me kanalin e energjisë që kemi në trupin tonë. Sepse secili person, çdo njeri ka një kanal. Sepse ne jemi kanal i energjisë. Jemi kanal i energjisë së krijimit, i energjisë së burimit. Është burimi gjithë ajo energji që vjen këtu në këtë tokë, vjen nëpërmjet nesh. Ti je ai që sjell dashurinë, ti je ai që sjell falënderimin, ti je ai që sjell energjinë e pastër të krijimit hyjnor. Dhe ti je një kanal i këtij krijimi. Dhe ky kanal, në qoftë se ky kanal, mund ta imagjinoni këtë kanal që kalon nëpër 7 qendrat e energjisë, në qoftë se këto qendrat e energjisë janë të bllokuara, atë ky kanal është më i ngushtë. Dhe në qoftë se sa më shumë që këto qendra lirohen, pastrohen, çlirohen, atëherë aq më shumë ky kanal zgjerohet. Aq më tepër trupi jot, sistemi jot nervor mund të mbajë më shumë energji, mund të sjellësh më shumë bollëk, shëndet, pasuri, mund të sjellësh më shumë dashuri në jetën tënde, sepse kanali brenda teje është zgjeruar. Dhe ne jemi kanal. Dhe këtë koncept do ta fusim tek meditimi. Ajo që do bëjmë është do ju them për të imagjinuar se ky kanal i energjisë zgjerohet. Dhe meditimi sot ka shumë element brenda. Është një nga meditimet më të fuqishme, sepse doja që ky live të ishte një nga live-et që do ta mbani mend për gjithmonë, sepse dua që të shkëputeni një moment, sepse momenti që ne jemi bashk, çasti që ne jemi bashk dhe mblidhemi këtu, është momenti që ti zgjedh të tërheqësh vëmendjen nga bota, të tërheqësh vëmendjen nga çdo gjë që të ka larguar nga vetja jote, të tërheqësh vëmendjen nga kolegët, nga puna, nga shqetësimet, nga çdo gjë që të ngarkon, të sjellësh vëmendjen tek vetja jote. Dhe ky është një moment i shenjtë. Të krijosh kohë për veten tënde, të krijosh kohë për t'u larguar nga e zakonshmja, për të krijuar mrekulli. Sepse secili nga ne një moment mund të kapet nga jeta, mund të kapet nga ngjarjet e zakonshme dhe të bjerë në të zakonshme. Por ne nuk jemi krijuar për të jetuar të zakonshme. Ne nuk mund të krijojmë të zakonshme. Që një njeriu, shpirti i njeriu ka ardhur këtu të krijojë të jashtëzakonshme. Kemi ardhur këtu të krijojmë mrekulli. Kemi ardhur këtu në fuqi të plot për të krijuar jetën tonë. Dhe un jam këtu t'ju jap teknikat më të fuqishme, të ngrejmë energjinë bashk, të shkojmë në zemër dhe të zbulojmë potencialin tonë. Dhe të krijojmë pak magji, të krijojmë pak mrekulli në jetën tonë, të krijojmë pak të tërheqim vëmendjen, nga e zakonshmja. Dhe të futemi thellë dhe të shohim se çfarë mund të krijojmë, se çfarë mund të sjellim. Dhe vizioni është diçka. Në qoftë se ti ke një jetë e cila aktualisht nuk të frymëzon, pra në qoftë se ke një punë që nuk të pëlqen, mezi zgjohesh në mëngjes, ke probleme të ndryshme, halle të ndryshme, probleme shëndetësore, shqetësime nga më të ndryshmet, atëherë ajo që ndodh është që njeriu nuk ka diçka për të cilën mezi e pret ta jetojë. Dhe ajo që ndodh pastaj njerëzit bien në depresion, kanë anth, kanë simptoma, trupi sëmurët. Pra në qoftë se ti në jetën tënde, në ditën tënde, nuk ke diçka që të mezi ta presësh. Të zgjohesh në mëngjes dhe thua mezi pres ta jetoj këtë ditë, mezi pres ta jetoj këtë jetë. Dhe në qoftë se nuk kemi diçka që mezi presim ta jetojmë, atëherë ajo që ndodh është që shpesh ne fillim dhe sabotojmë veten, normalisht që përpiqemi të gjejmë një vizion, të gjejmë një qëllim, por shumë e rëndësishme këtë qëllim, këtë vizion që ne përpiqemi ta ndjekim. Ku bazohemi te ky vizion? Ku bazohemi që të gjejmë qëllimin e jetës tonë? Sepse ka shumë persona, ka shumë njerëz të cilët për vizionin e jetës së tyre, për të gjetur një vizion, për ta ndjekur atë, bazohen te bota, bazohen te ajo që thon njerëzit, bazohen te ato që thon mediat, bazohet te ato që është më në modë për momentin, bazohet te ajo që, kjo po ecën edhe unë po ndjek këtë që po ecën. Po është diçka që në qoftë se ndjek një vizion, i cili thjesht në dukje, duket sikur është diçka e cila është e mirë për momentin,
sepse ta kanë thënë të tjerë, ta kanë sugjeruar dikush tjetër. Atëherë është thjesht egoja që thotë, "Ok, në rregull, kjo është më e mira dhe këtë po ndjek." Dhe ajo që ndodh, nëse ne ndjekim vizionet të huaja, atëherë ne do kemi probleme të huaja. Në qoftë se ne ndjekim vizionet e të tjerëve, ne do përballemi me sfidat dhe problemet e tyre. Dhe nuk do jenë tonat, nuk do dim si ti te kalojmë, nuk do dim si ti përballemi me to. Dhe njerëzit që ndjekin vizione që nuk janë të tyret, atëherë këta persona, çfarë ndodh me ta është që vjen një moment që nuk arrin dot ta realizojnë, ta përfundojnë. Nuk arrin dot ta përfundojnë këtë vizion. Dhe në qoftë se nuk arrin dot të përfundosh vizionin, dhe siç ndodh shpesh, për shembull në qoftë se ka persona që kanë aftësi, për shembull, aftësi nga më të ndryshmet, kanë aftësi për të ndihmuar njerëzit qoftë në biznes apo në fusha të tjera të jetës, kanë njerëz që kanë aftësi për natyrën, ka njerëz që kanë aftësi për të ndihmuar njerëz në fusha nga më të ndryshmet, por në qoftë se zgjedhin një rrugë të caktuar e cila nuk është për ta, thjesht sepse për momentin ajo rrugë ndoshta duket si më e mira, më e përshtatshme, dhe atëherë ajo që ndodh është se në momentin që nuk ecën tek ai vizion që ndjek, fillon edhe thua kjo gjë nuk funksionon. Atëherë kjo gjë nuk funksionon, kjo gjë nuk bën, kjo gjë nuk shkon, dhe haron që ti mund të krijosh gjithçka. Po jo se vizioni nuk funksionon. Jo se vizioni është i gabuar, po ndoshta për ty, ndoshta për atë person që zgjodhi të zgjidhte vizionet e të tjerëve, ndoshta për atë person nuk funksionoi. Sepse çdo person ka nevojë të ndjek frymëzimet e shpirtit. Dhe si ndiqet frymëzimet e shpirtit? Po do ju them diçka, do ju tregoj diçka. Kjo është një tabel shumë e rëndësishme. Ky është një grafik shumë i rëndësishëm. Dhe ky grafik, çfarë tregon ky grafik? Këto janë frekuenca që shikoni këtu. Këto janë frekuenca. Dhe këto frekuenca, nga një anë janë frekuenca, nga ana tjetër janë emocionet. Dhe këtu kemi turpin, fajin, apatin, mërzin, frikën. Dhe ajo që ndodh, ok, në rregull, unë po i ndal komentet një moment, dhe po vazhdoj të tregoj shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se jeni këtu, e di që jeni këtu për qëllime nga më të ndryshmet, do të shërosh ankthjen, të shërosh depresionin, të gjesh fuqinë sërish, të gjesh forcën sërish, kjo është për ty. Në qoftë se do të nisësh meditimin, do të manifestosh në jetë, të gjesh sërish entuziazmin në jetë, apo edhe shërimin e smundjeve, nis nga këtu. Më dëgjoj sepse kjo është seancë më vete, këto që po them ka një vlerë shumë të madhe. Dhe e bëj për ju sepse dua t'ju fuqizoj, së bashku me Marvini, qëllimi jon është t'ju fuqizojmë, t'ju japim mjete të cilat përdoren faktikisht nga personat më të suksesshëm në të gjithë botën. Personat më të suksesshëm është elita, të cilët përse kanë sukses ata? Përse kanë sukses? Sepse i njohin këto teknika dhe i zbatojnë. Ky është ndryshimi i elitës nga masat. Masat nuk i din këto gjëra. Masat thonë që jo kjo gjë është kështu, është ashtu, fillojnë me dyshime, fillojnë me fjalë. Masat janë ignorancë, ndërsa elitat e dinë shumë mirë se çfarë janë duke praktikuar dhe se çfarë janë duke bërë. Të gjitha këto informacione që po ju jap janë informacione për të fuqizuar ty, për të fuqizuar shpirtin tënd, për të hapur zemrën tënde, për të shëruar trupin tënd. Un kam çdo ditë pa fund njerëz që më shkruajnë dhe me këtë rast dua t'ju falenderoj nga zemra, nga shpirti për çdo mesazh që më shkruani çdo ditë më shkruajnë njerëz që janë shëruar, që kanë manifestuar, që janë liruar nga ankthi, kanë lënë ilaçet. Nuk di se çfarë mesazhesh të nxjerr më përpara, sepse
të gjitha teknikat, informacionet që kemi dhënë, çdo gjë që ndajmë bashkë me ju funksionon. Funksionon dhe njerëzit çdo ditë më shumë janë lidhur me burimin, janë lidhur me zemrën, me veten e tyre dhe kanë thënë që ku kam qenë më përpara, sepse njerëzit në këtë botë janë bërë robër. Njerëzit pra ky live dhe çdo live që ne bëjmë bashkë është për ty dhe është për çdo person, sepse në këtë botë, në kohën e sotme, njerëzit janë bërë robër, janë bërë sklever, të mediave, të çdo lloj personi i cili përpiqet që ti kontrolloj, ti friksoj, ti fus në atë rrjedhën dhe në atë rrugën e tyre, por që gjëja më e rëndësishme është të pyesësh veten. Kjo gjë mua më ngre apo më pengon? Më ngre apo më ul? Më ngre energjinë? Më jep forcë, më jep shpresë, çfarë po dëgjoj? Sepse e di që po dëgjoni shumë fjalë dhe shumë gjëra dhe e di që po përballeni me shumë fjalë dhe ndoshta disa persona përballen me fjalë qoftë nga familjarët, qoftë nga kolegët, qoftë nga shoqëria, apo përballen me video 30 sekondë që i kalonin në Instagram që nuk kanë as edhe një lloj vlere, por që persona të cilët vuajnë nga ankthi dhe nga depresioni ndikohen, e di që ndikohen. Dhe dua t'ju them, pyete veten tënde. Nga çfarë po dëgjoj, kë po dëgjoj? Çfarë po bëj me kohën time? Kjo gjë që po dëgjoj, më ngre apo më ul? Cila është e vërteta? Dhe e vërteta, sepse nuk ekziston e vërteta absolute. Po e vërteta është gjithmonë diçka të cilën ne zgjedhim ta besojmë. Dhe ajo që ne zgjedhim varet pastaj për çdo njeri. Po në qoftë se je këtu zgjidh ato të vërtet që të ngre. Zgjidh ato të vërtet që të afron me zemrën, që të afron me burimin. Zgjidh shërimin, zgjidh besimin, zgjidh ato që ty të ndihmon të krijosh mrekullinë në jetën tënde. Dhe çdo gjë tjetër pastaj, nëse dëgjon njerëz të cilët përpiqen që të pengojnë, të kthejnë mbrapa, të friksojnë, të hedhin dyshime, thuaj me veten tënde, ky personi apo ma paguan mua që ran, apo shkon ky personi të më bëj pazarin, apo mendon ky personi për mirëqenien time? Çfarë kontributi po jep ky personi për mua? Okej, në rregull, po thotë kështu, po çfarë si po më ndihmon realisht? Në qoftë se brenda teje ka vujtje, ka dhimbje, ka depresion, si do dalësh prej andej? Si do dalësh prej andej? Janë njerëz të cilët normalisht për vete nuk janë përballur me veten e tyre, nuk janë përballur sepse ne kemi vite bashkë që punojmë me pranimin emocional, që punojmë thellë me meditimin dhe shumë nga ju e dini shumë mirë se çfarë është meditimi. Meditimi është shërim, meditimi është kthim te vetja, largim i zhurmës së botës dhe kthim te vetja dhe nuk ka asnjë teknikë më të fuqishme se meditimi për të çliruar trupin tënd, për të rikthyer vëmendjen te vetja jote. Dhe çdo fjalë pastaj që has, kudo, nuk ka rëndësi se ku. Çdo fjalë që has për të kthyer mbrapa, kuptoj që janë persona të cilët normalisht nuk duan të përballen me veten, me lëndimet e tyre dhe është plotësisht e drejta e tyre, nuk munden dot të pranojnë veten dhe pastaj thon, "Hajde dhe ti, mos e prano ti veten. Do shtova unë, do shto dhe ti bashkë me mua." Kështu që secili nga ne do marrë një vendim. Dhe ajo që po ndodh me botën është që në botë njerëzit po fillojnë të kuptojnë se janë krijuar me një sistem nervor shumë të veçantë. Ne nuk kemi krijuar si qenjet e tjera. Njeriu është krijuar nga kush të duash ti mund të besosh, Zoti, burimi është e njëjta gjë, dashuria universale, thuaj si të duash. Po njeriu është krijuar me një sistem nervor, me një biologji aq të avancuar sa shkenca akoma shkenca nuk e ka zbuluar plotësisht mrekullinë e trupit të njeriut. Trupi i njeriut ka një krijimi ka bërë mrekullimene, burimi ka bërë mrekullimene, dhe shkenca akoma
nuk e ka kuptuar 100% se sa madhështor je ti. Trupi jote është i jashtëzakonshëm. Aftësia jote për të ushëruar është e jashtëzakonshme. Aftësia jote për të krijuar është e jashtëzakonshme. Dhe së fundi doja të flisja edhe për një kërkim shkencor që është botuar faktikisht në datën 7 maj të vitit 2025, pra një kërkim shkencor i publikuar së fundi nga Dr. Joe Dispenza dhe një gamë shumë e gjerë shkencëtarëve më në zë të Amerikës, një nga të cilët është Dr. Hamel Pateli, është nga shkencëtarët më në zë në Amerikë, i cili faktikisht ka punuar edhe me NASA-n tek eksperimenti, tek kërkimi shkencor me binjakët tek NASA. Kur u bë atëre kërkimi shkencor me binjakët, dhe tani ata kanë bërë një kërkim shkencor po me binjakët, dhe me binjak njerëz, pra 2 vëllezër dhe 2 motra, jo binjak si shenjë horoskopi, se më pyetën Artemis binjak si shenjë horoskopi, jo. Vëllezër dhe motra, sepse ajo që ata bën është diçka që u bë për herë të parë në histori. Dhe rëndësia e kësaj, pse është kaq e rëndësishme? Ata morën binjak shumë, nuk e di si arritën të gjenin, dhe këta binjak morën pjesë në një retreat meditimi 7 ditor të Dr. Joe Dispenzës, dhe në këtë retreat ata matën në fillim dhe në fund. Matën gjakun, matën sekrecionet, matën valet e trurit, matën rrahjet e zemrës, çdo gjë. Dhe pan se çfarë ndryshimi kishte në fund. Tani ju do thoni, po mirë Artemis, në binjakët, tani një binjak meditoi dhe një binjak nuk meditoi? Jo, në fakt të 2 binjakët medituan, sepse tashmë nga shkencë, në qoftë se do ishte që një binjak meditoi, një binjak nuk meditoi, do shihej thjesht efekti i meditimit përkundrejt mungesës së meditimit. Po tashmë shkenca e ka vërtetuar që meditimi ka efekte. Pra meditimi tash ka publikime shkencore, tashmë janë bërë që kemi diskutuar më përpara që meditimi sjell prodhim, domethënë, të proteinave antiinflamatore, antikancerogjene, aktivizim të gjeneve të reja, atë kemi diskutuar. Por e veçanta e këtij kërkimi shkencor ishte që të 2 binjakët medituan. Tani do thoni, pse, çfarë zbuluan këto? Imagjino këtë. 2 persona me të njëjtën kod gjenetik. Binjakët kanë të njëjtat gjene. 2 persona, dhe janë pafund. Ishin, nuk e di se sa binjak ishin, po ishin shumë binjak, ishin mbledhur shumë binjak. 2 persona, të cilat janë me të njëjtin kod gjenetik, meditojnë për 7 ditë në të njëjtin ambient. Han ushqen me të njëjtat gjëra, sepse në resort janë të njëjtat gjëra do ushqesh. Flenë në të njëjtin vend, thithin të njëjtin ajër, takojnë dhe kanë kontakt me të njëjtët njerëz, pra ambienti është i njëjtë. Ambienti gjenetik, ambienti biologjik, brenda dhe jashtë, ambienti ushqimor, ambienti i zorës, çdo gjë. Meditimet janë njësoj, muzikën e dëgjon njësoj, njerëzit e takojnë njësoj. Por, ajo që donin të shikonin është që cili është ndryshimi i binjakëve. Përderisa çdo gjë ka njësoj. Çfarë ndryshojnë ata? Binjakët ndryshojnë nga personaliteti. Binjakët ndryshojnë nga personaliteti i tyre. Pra, mënyra se si e bën një meditim, mënyra se si fokusohen tek fjalët, mënyra se si qëndrojnë në meditim, ose dikush, një binjak mund të ketë 100 mendime në kokë, binjaku tjetër nuk ka mendime. Një binjak mund të jetë në depresion, binjaku tjetër jo. Një binjak mund të jetë i avancuar në meditim, binjaku tjetër është fillestar. Një binjak mund të jetë nga natyra shumë i qeshur, i gëzuar, binjaku tjetër mund të jetë shumë serioz. Pra ju e dini që binjakët kanë karakter nga më të ndryshëm. Dhe qëllimi është të shikojë efekti i meditimit edhe tek personaliteti. Pra personaliteti a ka efekt në këtë rast, sepse ka shumë njerëz që thonë
po jo se meditimi nuk bën për mua, po jo se unë s'kam vullnet, po jo se unë jam fillestar te kjo gjë. Pra ka justifikime nga më të ndryshme, ose jo se unë kam shumë mendime negative, pra ka shumë njerëz që kanë dyshimet e vetja, sepse nga karakteristikat të brendshme dhe emocione apo mendime të brendshme. Dhe ky kërkim shkencor është pikërisht për të treguar se ajo rezultatet ishin të jashtëzakonshme, pra ajo që ndodhi ishte se ishte njësoj. Pra nuk ka rëndësi, pa dallim personaliteti, pa dallim nëse je fillestar ose jo, nëse ke mendime negative apo nuk e bën siç duhet, apo e bën fiks për fiks ashtu siç duhet, nuk kishte as edhe një lloj dallimi, një binjak nga tjetri, në rezultatet e matjeve, e analizave. Dhe ajo që u mat, ajo që u pa, ishte se meditimi të dyja palët, pra tek të dy binjakët, pati efekte të njëjta. Pra pati rritje, kishte rritje të disa proteinave që quhen plasminogen, të cilët ndikojnë tek rigjenerimi i trupit, pra u pan që në gjak u gjetën proteina që ndihmojnë në rigjenerimin e trupit, u pa ndryshimi i kodit gjenetik dhe ishte njësoj, ndryshonin të njëjtat gjene, aktivizoheshin gjenet të cilat ishin proshëndet, që prodhonin proteina anti-inflamatore, antikancerogjene, u pa se rritej prodhimi i triptofanit, i cili ndikon në rritjen e serotoninës, pra u rrit serotonina. Serotonina është hormoni i lumturisë, i gëzimit, pati rritje gjithashtu dhe të melatoninës, që rregullon ciklin gjumëzim, dhe shumë metabolitet të tjera, të cilat kanë ndikim shumë të thellë në shëndet. Dhe ky është një kërkim shkencor i cili është i jashtëzakonshëm për vetë faktin që tregon se nuk ka rëndësi vetë personaliteti, nuk ka rëndësi se si ti je apo se si ti ndihesh. Meditimi ka efekt. Rëndësi ka që të kesh vullnetin dhe të kesh dëshirën për të vazhduar dhe për të qëndruar aty në meditim. Pra të gjithë ju që nisni meditimin, keni dyshime, keni mendime nga më të ndryshmet, tashmë është e vërtetuar se në qoftë se ke vullnet mjaftueshëm, ke qëndrueshmëri dhe vazhdon, jo se e bën një herë, dy herë dhe thua jo kjo s'bën për mua. Vazhdon, qëndron në rrugën tënde, ka efekt dhe trupi jo do ndryshojë në mënyrë më të jashtëzakonshme nga ana biologjike. Vetë e kemi parë të retriti që ne organizojmë, do jetë në tetor, në 18 tetor, e kemi parë se sa transformim që ndodh. Njerëzit jo vetëm shërohen që duket nga jashtë, po ka faktikisht ndryshime të valëve të trurit. Kemi aktivizime të valëve gama që janë tregon se sistemi nervor është në një gjendje të thellë, krijimtarie, shërimi, rigjenerimi. Po dua tani të rikthehemi tek grafiku jon, të rikthehemi pak te grafiku jon. Çfarë ndodh? Pra, në meditim dhe kemi thënë se çdo gjë që je duke u përballur tani, qoftë me emocione, me çdo lloj simptome që je duke u përballur tani, shumë vinë, sidomos pra janë simptoma apo gjendje kronike, sëmundje kronike që vinë nga shtypja emocionale. Dhe shtypja emocionale shkakton rënje drastike të energjisë, trupi nuk ka energji të shëroj veten, të rigjeneroj veten. Pra, dhe kjo tregon për shembull është në frekuenca shumë të ulta, turpi, faja, apatia, mërzia, frika janë në frekuenca shumë të ulta. Dhe qëllimi jon kur mblidhemi bashk është të ngrihemi lart në energji, të ngrihemi gjithmonë më shumë në frekuenca gjithmonë më të larta. Përtej natit, përtej edhe krenaria është okay, nëse të ndihmon të ngjitesh, po të kalojmë në kurajo, neutralitet, vullnet, pranim, arsye, dashuri, gëzim, paqe dhe ndriçim i thellë. Dhe çfarë lidhje ka kjo me vizionin? Me vizionin. Pra në qoftë se je në turp, në faj, në apati, në frekuenca të ulta. Në qoftë se ti je dhe do t'ju them se si do ta bëjmë dhe meditimin. Në qoftë se ti je në frekuenca të ulta, në këtë fashë frekuencash, atëherë vizioni jot nuk mundesh dot të lidhesh me vizionin tënd të vërtet, sepse vizioni jot i vërtet është u lart.
Vizioni jot i vërtet. Çfarë është vizioni i vërtet? Çfarë është vizioni i vërtet i vetes tënde më të lartë? Dhe çfarë është vetja jote më e lartë? Sepse ka shumë njerëz që thonë çfarë është kjo vetja e lartë? Ti je vetja jote më e lartë. Ti je vetja e lartë. Dhe për çdo person që thotë ç'është jo vetja e lartë apo jo meditimi, jo gjëra të tilla, nuk dinë se çfarë është vetja e lartë dhe nuk e kanë kuptuar se çfarë është meditimi akoma. Vetja e lartë është jemi ne në gjendjen tonë, në frekuencën tonë më të lartë. Pra ekziston një blueprint, ekziston një energji që je ti, vetja jote më e lartë je ti dhe ne e kemi është si koordinat. Pra në qoftë se do të lidhesh me vizionin tënd më të lartë, atëre është vetja jote më e lartë, që është më afër burimit. Pra në qoftë se është burimi, Zoti quani si të doni, dhe nga burimi jemi krijuar ne. Po në momentin që jemi krijuar si shpirt i pastër, pa lëndime, pa ngarkesa emocionale, pa trauma, pa sëmundje, pa simptoma, pa asnjë gjë. Dhe jemi krijuar ne. Dhe në momentin, pra direkt nga burimi është vetja e lartë. I dhe je ti, vetja jote më e lartë je ti. Po ti pa trauma, ti i lirë, ti pa bllokime. Dhe në këtë pikë, kjo është frekuenca më e lartë. Kjo është këtu, është ndriçimi, është frekuenca më e lartë që ekziston. Frekuenca më e lartë është burimi. Po këtu, nëse ti lidhesh me frekuencën më të lartë, atëherë ti lidhesh me vizionin e vërtet që burimi ka për ty, që Zoti ka për ty. Pra lidhesh me dhuratën që të është dhënë. Sepse secilit nga ne Zoti ka dhënë një dhuratë. Ke një dhuratë, ke një dhunti, ke një aftësi. Dhe ja vlen, a nuk ja vlen të ngjitesh për te? Imagjino të ngjitesh për te, të thyesh çdo shkallë, të thyesh të gjitha bllokimet që në çdo këto janë shkallë, këto janë në një farë mënyrë, imagjinoj si tavane frekuencash, tavane, dhe imagjinoj je këtu dhe ti thyesh të gjitha, dhe të çlirohesh, dhe të ngjitesh lart, në frekuencën më të lartë, dhe të shohësh vizionin tënd. Këto do ta bëjmë meditim dhe do ju them se si do e krijojmë këtë ngjitje, këtë shpërtim, do ju tregoj se si do ta bëjmë. Do bëjmë diçka të re për herë të parë. Dhe do lidhemi pra me vizionin që burimi ka për ne, dhe që është vizioni vetes tënde më të lartë. Në momentin që për shembull në rastin tim ka qenë një çast, ka qenë një moment që besoj që ua kam treguar, ka qenë një periudhë që udhëtoja për të prezantuar kërkimet shkencore në 14 qytete brenda vitit dhe udhëtonim shumë kryesisht në për Europë bashkë me Marvinin për të prezantuar punën. Dhe atëherë, në atë kohë, meditoja shumë në ecje edhe ajo që bëja, ajo që doja të arrija ishte thjesht ngritja në frekuencë, ngritja në energji. Pra në një farë mënyre, në atë periudhë nuk ishte shumë e përhapur as fusha e spiritualitetit apo zhvillim personal, nuk ishte shumë e përhapur. Thjesht unë isha vete apasionuar, kisha 10 vite që merresha, kisha lexuar shumë, meditoja. Normalisht që kisha filluar meditimin sepse vetë më përpara voja nga ankthi, depresioni, kisha ulçers, 100 gjëra të tjera, dhe arrita t'i shëroja dhe vazhdova meditimin sepse më bënte të ndihesha mirë. Dhe qëllimi ishte në atë periudhë qëllimi ishte që të ngrihesha në energji. Të ngrihesha në energji dhe të zbuloja, çfarë mund të përjetoj më shumë. Pra po bëja një meditim në ecje dhe si e thash, nuk kisha qëllim të manifestoja diçka konkrete. Qëllimi ishte thjesht të ngrihesha në energji dhe të lidhesha në një farë mënyre me të vërtetën time, me veten time. Kisha mall për veten, imagjino të kesh mall për atë që ti mund të realizosh, të kesh mall
për veten tënde të vërtet. Të kesh mall për të shprehur veten 100%. Të thuash çfarë mund të realizoj, çfarë mund të bëj. Pra jo diçka konkrete dhe specifike, po mall për veten tënde të vërtet. Mall për çlirimin tënd, mall për të çliruar, nga çdo bllokim, nga çdo fjalë që të është nëse s'mundesh, nga çdo dyshim, nga çdo ngarkesë. Mall për çlirim. Dhe nga ai meditim që un po bëja atëre, pra për rritje frekuencë, ajo që ndodhi është se u ngrita në frekuencë, pra gradualisht po ngrihesha në energji, po ngrihesha në frekuencë. Dhe duke u ngritur në energji dhe në frekuencë, dhe duke ecur, mua më shfaqen imazhe. Më shfaqen imazhe dhe shoh veten time, duke folur, duke prezantuar, dhe një grup të madh njerëzish të lumtur, të gëzuar, po qeshnin, po më tregonin që ishin shuruar, po më tregonin, po më falenderonin dhe ishim bashkë në një ambient ku ishte plot hare, plot gëzim, plot dashuri. Në atë moment u habita, ishte hera e parë që shikoja, përjetoja diçka të tillë, sepse si e thash, në atë periudhë thjesht punoja si mjeke në kërkim shkencor, duke prezantuar punën, në atë periudhë ishte një kërkim shkencor, kishte të bënte me sëmundjet, pra kancerin të femrët, dhe prezantoja punimin dhe normalisht që konferencat mjekësore janë të mërzitshme, nuk është se është në një festë e madhe, nuk është se ka muzikë, po kanë atë seriozitetin e tyre. Dhe kjo që pash ishte diçka komplet tjetër. Komplet tjetër, i tregova Marvinit, u çudit, edhe tha, si ka mundësi, tha, çfarë është? Dhe në atë periudhë nuk e dinim se çfarë ishte. Nuk e dija se çfarë ishte. Mund të mendoja çfarë ka filluar gjë të këndoj, thash. Kështu që ishte diçka komplet e re. Po me kalimin e kohës, fillova, si e mbani mend shumë nga ju që më ndiqni nga fillimi, mbaj mend që kemi bërë një live, kemi bërë disa bashkëpunime në fillim fare, dhe nga ato bashkëpunime jemi njohur me shumë veta, shumë persona të tjerë. Atëherë në atë kohë zhvillimi personal sapo kishte filluar, sapo kishte nisur, që të fliteshin për këto tema, ishte diçka shumë e re. Dhe personat pastaj fillon të më pyesnin, po mirë, se si arrite, si e shërove anktin, si e shërove depresionin, si manifestove një jetë, si manifestove projektet në Zvicër, sepse po tregoja që dhe akoma ne vazhdojmë, kemi shumë projekte në Zvicër, kemi manifestuar shumë gjëra. Pra, përtej shërimit kemi manifestuar, dhe njeriu në një farë mënyrë krijon një jetë të plot për veten e tij. Dhe më keni pyetur pastaj që çfarë teknikash ke përdorur, si ke medituar, çfarë në atë periudhë fillova të tregoja disa teknika frymëmarrje, pastaj më kërkuat na bëj një meditim, filluam të flasim për librat e Dr. Joe Dispensës, dhe gradualisht u krijua një komunitet i jashtëzakonshëm. Gradualisht filluam që të avanconim, filluam që edhe unë me Marvinin filluam të krijonim teknikat tona. Dhe ishte një moment që isha në retreatin e Joe Dispensës, dhe ishte një çast që po meditoja. Dhe në atë moment thjesht po meditoja për të rritur frekuencën, prap. Një farë mënyrë kisha arritur shumë gjëra në jetë, kisha arritur lirin financiare, kisha arritur shërimin e trupit, jeta me Marvinin isha në një farë mënyrë e plotësuar. Dhe thjesht doja të rrisja frekuencën. Nga një pozicion plotësimi. Dhe në atë moment hapa syt dhe shoh një vajzë e cila ishte në karrocë me rrota, edhe e kisha parë më përpara në ascensor, dhe unë e shoh në çastin që hap syt, se po mendoja si do ishte një tokë ku njerëzit jetojnë si në parajs. Si do ishte një tokë ku njerëzit shërojnë veten, çlirohen nga gjithçka që i pengon.
Si do ishte një tokë ku njerëzit janë të lirë. Si do ishte një tokë sepse njerëzit i friksojnë shumë. I friksojnë nga gjitha anët, i pengojnë nga gjitha anët. Çfarë nuk po dëgjojmë? Dhe njerëzit bëhen shpesh peng të botës, sepse vuajnë nga diçka dhe nuk din, nuk janë të fuqizuar. Dhe po mendoja si do ishte. Si do ishte një botë ku çdo njeri të ishte i fuqizuar, çdo njeri të dinte se ka fuqi brenda tij, se mund ta shërojë veten, mund të çlirohet nga gjithçka, si do ishte. Dhe hap syt në atë moment. Dhe shoh atë vajzë që ishte në karrocë me rrota dhe kishte qenë gjithë jetën e saj në karrocë me rrota. E shoh atë vajzë si ngrihet. Ngrihet dhe ecë. Ngrihet dhe ecë. Dhe në atë moment thash, wow, është e mundur. Është e mundur. Në atë moment, sytë e mi pan potencialin. Pan diçka që është e mundur, atë që ne mund të sjellim në këtë botë. Dhe jo vetëm atë. Përveç asaj, pash pasaj shumë persona të tjerë që po ishin shëruar dhe po shëroheshin. Një rast tjetër po ngrihej nga karroca me rrota dhe po fillonte të ecte me paterica. Një burr tjetër që ishte me sklerozë multiple, ai nuk ecte dot në diell, për më shumë se 2-3 minuta, sepse kanë dhe fotosensitivitet, nuk arrin dot, ka disa persona me sklerozë multiple që dhe dielli i pengon dhe nuk ecin dot, sepse kanë shumë spazma muskulore dhe ai nuk ecte dot në fillim. Dhe atë unë e takova në fund, ishim me Marvinin dhe ne me atë burr kemi ecur 1 orë në diell. 1 orë në diell. Dhe ai ishte plot jetë, ishte plot energji. Ishte plot falënderim, plot dashuri për jetën, i shliruar plotësisht. Dhe në atë moment tash është e mundur. Ishte hera e parë, unë kisha shëruar veten. Unë e kisha parë te vetja dhe po është gjë tjetër ta shohësh te vetja. Sepse thua, okay, në rregull, okay, e shërova veten. Është e jashtëzakonshme, është diçka shumë e bukur, por nuk je plotësisht i ndërgjegjshëm për fuqinë e kësaj gjëje. Dhe në atë moment që unë e pash te të tjerët, njerëz që ngriheshin nga karroca me rrota, njerëz që shëroheshin nga skleroza multiple, njerëz që manifestonin dhe tregimet pasaj sa tregime, sa histori suksesi kam dëgjuar, sa histori njerëz që kishin krijuar mrekulli me jetën e tyre, Dhe shumë nga këta njerëz nuk tregojnë, nuk i tregojnë botës, nuk i tregojnë të tjerëve, sepse njerëzit shpesh kanë ata që nuk e kuptojnë këtë punë, ata që nuk duan të punojnë me veten, ata që nuk duan të pranojnë veten, shpesh kanë dëshirë të prishin përparimin e tjerëve, të shkatrojnë lumturinë e tjerëve, nëse vetë nuk ja kanë dalë dot. Dhe pra shumë nga këta persona nuk tregojnë. Dhe ju siguroj se janë me mira. Mua vetë më shkruajnë me mira. Nga meditimet që kemi bërë bashkë. Pa fund. Që kur kemi nisur para 4 vitesh, nëse unë i mbledh thjesht ata që më kanë shkruar mua, janë mbi 12.000. Mbi 12.000, po të mbledh 365 ditë, 4 vite, mua më shkruaj mbi 100 veta në ditë, po flasim për rezultate. Kështu që janë me mira. Po nuk duan të tregojnë. Sepse është diçka që duan ta mbajnë për vete. Dhe kanë filluar faktikisht, kanë filluar të flasin dhe te dispensa ka pafund histori dhe ka pafund testimonials. Testimonial të njerëzve nga, po ju siguroj se po të krahasoni testimonials, video testimonials që janë të dispensa, apo rastet e shërimit që kemi dhe ne, po të krahasojmë rastet që realisht janë shumë. Pra ato që ju shikoni thjesht si video janë shumë pak. Janë thjesht persona që kanë një dëshirë për të dalë dhe për të treguar se si janë shëruar. Ashtu si dhe para shumë vitesh edhe unë kam bërë një video në formë falënderimi për dispensën.
dhe kam treguar se se çfarë ndodhi me mua, sepse mësuesi im I parë edhe vazhdoj akoma që të ndjek ritritet e tij, sepse më ngrej shumë në energji. Është dispensa. Dhe po jam e sigurt se ka shumë më shumë. Unë vetë kam takuar kur kam shkuar në ritritet e tij, dhe kur kam bërë gjithashtu dhe trajnime për nga më të ndryshmet, kam takuar njerëz që kanë transformuar jetën e tyre kaq shumë sa kam ngelur pa fjalë. Dhe si e thash në ato çaste unë ngela pa fjalë. Kur pash kaq shumë shërim, kaq shumë transformim në të gjithë. Çdo person arrinte diçka. Dhe ajo që thash, këtë do ta sjell në Shqipëri. Këtë me patjetër do ta bëjmë bashkë, sepse në atë periudhë kishin filluar pak bashkë, kishin filluar me disa meditime të thjeshta, dhe thash me patjetër ta sjellim në Shqipëri, meditimet të shërimit do t'i sjellim në Shqipëri. Këto meditime të fuqishme, manifestimi duhet me patjetër t'i sjellim në Shqipëri. Sepse e di potencialin, e di që mund të krijojmë, e di që mund të shërojmë, e di që mund të ngrihemi në frekuencë. Dhe ajo që ndodhi pastaj është që fare rastësisht kemi shkuar tek Fafa, pra tek Grand Blue Fafa, dhe kemi thënë aty, po sikur të bëjmë një retreat këtu. Imagjino të sjellim atë mrekulli që pam, ta sjellim tu në Shqipëri. Dhe ta sjellim edhe më të madhe, edhe më të jashtëzakonshme. Të sjellim mrekullin, një jetë të re, një frekuencë të re. Dhe ajo që ndodhi komplet hapasapi, çdo gjë ishte hapasapi, asnjë gjë nuk është se kishim menduar një vit më përpara dhe kishim planifikuar hapasapi çdo gjë, por çdo gjë erdhi nga dashuria, çdo gjë erdhi nga frymëzimi, çdo gjë erdhi nga dëshira për të sjellë mrekulli, për të sjellë shërim, për të sjellë diçka të re. Dhe hapas hapi bëm retreatin. Bëm retreatin dhe në atë moment që ishte një çast, që unë isha me njerëzit, që kishte muzikë, që njerëzit po kërcenin, që njerëzit ishte të lumtur, që njerëzit ishte të gëzuar, që po vinin po më falenderonin, dhe që kishte kaq shumë gëzim në sallë, kaq shumë njerëz të lumtur të gëzuar, pasi unë kisha shpjeguar diçka dhe po flisnim, dhe në atë moment, pas shumë vitesh, mua më kujtohet vizioni. Vizioni që pash para shumë vitesh, kur unë isha duke prezantuar kërkimet shkencore në vende të ndryshme në Europë. Në atë moment, në retreatin e parë, mua më kujtohet vizioni që pash. Dhe vetëm në atë moment i kam dhënë kuptim. Thash, wow, ky është vizioni që unë pash. Këtë pash para shumë vitesh. Ky ka qenë vizioni vetes time më të lartë. Këtë pas kam patur qëllim për të sjellë. Po nuk e dija. Fare mirë mund të kisha dashur që të bëja gjëra komplet të tjera, por që kërkova të ndjek gëzimin tim të çastit. Kërkova të ndjek gëzimin e shpirtit. Nga një pozicion plotësie, kërkova të ndjek gëzimin e shpirtit. Kërkova të ndjek atë ndjesin, pra si lidhesh me vizionin, jo a thash të si shembull, si lidhesh me vizionin tënd të vërtet, vizionin e shpirtit, lidhesh duke qenë në frekuencat më të larta. Dhe si I arrin frekuencat më të larta, duke jetuar, pra në fillim fare krijon një ndjesi plotësie, që në jetën tënde nuk të mungon asgjë, pra ke gjithçka, ke çdo gjë, dhe do thoni tani Artemis unë akoma nuk I kam të gjitha. Unë Artemis akoma kam depresion, kam probleme financiare, kam probleme në familje, pra nuk e kam atë situatë. Atëre ne në meditim, ajo që do bëjmë do e krijojmë atë situatë. Pra në qoftë se ti je në këto emocione të ulta, atëre ne në meditim, në këtë meditim që do bëjmë sot, do krijojmë, do shkojmë në zemër, do t'ju udhëzoj të shkoni në zemër,
dhe dua që të lidheni në atë moment me zemrën, me dëshurinë e zemrës, dhe në atë çast do krijojmë një ambient, në atë moment do krijojmë një ambient plotësie. Do krijojmë një ambient ku ti je i plot dhe ke gjithçka për të lidhur me vizionin. Sepse të gjitha këto emocionet ulta të pengojnë të shohësh të vërtetën. Të shohësh rrugën tënde të vërtetë. Atëherë ne do krijojmë një hapësirë brenda në zemrën tonë. Do krijojmë sepse çdo njeri meriton, edhe ti. Ti meriton të kesh brenda teje, të kesh një hapësirë paqeje, plotësie, ku ti e ndjen se brenda teje tashmë gjithçka është plotësuar dhe absolutisht nuk është iluzion. Nuk është iluzion dhe nuk janë ëndra. Të gjithë njerëzit që ju thon gjëra të tilla, sepse dëgjoj dhe persona që thonë, ok, në rregull, do shkoj në zemër dhe do krijoj një hapësirë ku jam i shëruar, ku marrëdhëniet e mia janë të plota, shkoj shumë mirë me familjarët, shkoj shumë mirë me kolegët, kam karrierën që dua, kam gjithçka, kam makinën, kam shtëpinë që dua, do ta ndjej në zemrën time, do e ndjej të plot brenda meje. Dhe çfarë po bën në atë moment është që ti po riprogramon sistemin nervor. Pra sistemi jot nervor, thjesht me këtë ushtrim që ti po bën brenda teje, ti në të njëjtën kohë ti je duke shëruar fëmijën e brendshëm, je duke shëruar emocionet e ulta, je duke u ngritur në frekuencë, kaq shumë gjëra janë duke ndodhur brenda teje, kaq shumë kimikate po pastrojnë nga trupi jot, po prodhohen molekula të reja, është e vërtetuar shkencërisht, flasim me fakte, edhe jo me fjalë goje. Jo me opinione personale, absolutisht unë ju them faktet më të fundit shkencore dhe ju them të vërtetën më të madhe që unë di. Kështu që ajo që ne bëjmë, imagjinata, vizualizimi, ajo që ne krijojmë brenda nesh, sjell efekte reale brenda nesh, krijon rrugë të reja nervore, prodhon molekula të reja. Pra ti transformohesh në kohë reale me këtë punë që je duke bërë dhe nuk është iluzion dhe nuk është ëndërim absolutisht, po kush po ju thot, kush janë ata që duan në një farë mënyre të ndalojnë ëndrat tuaja, kush janë ata që duan të ndalojnë progresin tënd, a nuk ka ardhur koha që të thuash mjaft, stop, mjaft më, a nuk ka ardhur koha që në një farë mënyre që të ngrihemi, sepse shoqëria a nuk është e mjaftueshme kjo që na kanë bërë deri tani? A nuk është e mjaftueshme gjithë kjo shtypje që na ka ndodhur deri tani? A nuk është e mjaftueshme gjithë kjo ngarkesë që kanë mbajtur shpatullat e tua deri tani? A nuk mjafton? Duhet akoma të dëgjosh fjalë? Duhet akoma të dëgjosh dhe të thonë, të dyshosh, të fusin në frikë? Akoma duhet të dëgjosh nga këto gjëra? Mjaft më. Sepse ka ardhur koha të themi mjaft. Ka ardhur koha të ngrihemi sërish dhe unë jam këtu t'ju ngre. Jam këtu të tregoj se ka mundësi pafund dhe gjithmonë do jem këtu për ju. Absolutisht do jemi bashkë me Marvinin. Sa po kemi nisur të rrugtim, jam këtu për ju dhe do jem gjithmonë. Dhe ne së bashku do jemi duke sjell një botë të re. Jemi duke sjell një botë të re. Tashmë ka qindra njerëz që po shërojnë, qindra njerëz që po krijojnë një jetë të re. Të gjithë ne si komunitet po transformojmë jo vetëm veten tonë, por gjithë rrethin. Ka njerëz që po transformojnë rrethin familjar, ka njerëz që po transformojnë edhe më gjërë përveç vetes, përveç familjes, edhe vetë shoqërinë dhe kolegët. Dhe po ndodh, unë po e shoh. Dhe ai transformim që është duke ndodhur tek individi, tek familja, ka për të zgjeruar. Dhe ky është qëllimi jon. Të krijojmë një shoqëri që për pak vite do arrim të krijojmë një shoqëri e cila e ka zemrën e hapur, është e fuqizuar, nuk është e viktimizuar nga bota, e di të vërtetën. Punon për të çliruar jo vetëm veten, por për të shëruar edhe botën. Pra jemi në një rrugë për të krijuar një shoqëri, një komunitet të gjithë së bashku, ku ne jemi me zemër të hapur dhe ne ngrejmë njëri tjetrin, fuqizojmë njëri tjetrin dhe tashmë kemi sjell kaq shumë dhe do vazhdojmë. Dhe asgjë, dhe as edhe një njeri nuk mund të na ndalë. Nuk mund të na ndalë sepse transformimi është kaq i madh dhe kaq i fuqishëm. Asnjë gjë nuk mund të na ndalë. Kështu që dhe çdo gjë që ndodh rrugës është vetëm një fuqizim. Zoti, burimi, krijuesi, çdo gjë, çdo pengesë në rrugën tënde e sjell për ty, për të fuqizuar ty. E sjell që ti, nëse brenda teje ka një potencial që nuk e ke
çliruar akoma ta çlirosh, qofse brenda te ka një aftësi që nuk e ke shpalosur akoma ta shpalosësh, sepse çdo gjë ju siguroj edhe unë në rrugën time, në jetën time, në punën time, ndonjëherë me zipres sfidat sepse ato janë çastet që në një farë mënyrë ti fërkohesh, edhe është njësoj si çdo gjë në këtë botë. Nëse krijohet presion, fillon edhe zhvillohet dhe transformohet. Karboni, presion kthehet në diamant. Pra çdo gjë që i ushtrohet pak presion, ndikon që ti të tregosh anën tënde më të fortë, më të fuqishme, më të jashtëzakonshme. Kështu që ka shumë aftësi brenda teje që presin të çlirohen dhe thuaj faleminderit, ndonjëherë faleminderit për çdo pengesë në rrugën tënde, sepse të siguroj që nuk ekziston asnjë pengesë apo as edhe një njeri që të thot një fjalë që në një farë mënyre nuk është filtruar edhe nga Zoti. Sepse Zoti e di që ajo fjalë të fuqizoj, Zoti e di, burimi e di që ajo sfidë të ngrejë edhe më lart. Çdo gjë është për ty, nuk ka asnjë gjë që nuk është për ne. Nuk jemi këtu. Jeta nuk bën shaka me ne. Po e di që nuk ka as edhe një gjë që ka ardhur në jetën tënde që ti nuk mund ta përballosh. Gjithçka mund ta përballosh. Çdo gjë që të ka ardhur, burimi të njeh shumë mirë. E di fuqinë tënde. Unë e di fuqinë tënde. Dhe e di që çdo gjë në rrugën tënde mund ta përballosh dhe mund të ngrihesh për te asaj. Mund të ngrihesh për te fjalëve, mund të ngrihesh për te vështirësive, për te sfidave, për te gjithçka e mund të ngrihesh. Dhe është kjo fasha e frekuencave që do ngjitemi sonte. Kështu që nuk ka si thuat që nuk ka asnjë gjethe nuk bie pa dijenin e burimet. As në një farë mënyre asnjë gjë nuk ndodh kot. Dhe çdo gjë e ka një qëllim, dhe çdo gjë është për ty. Në qoftë se këto fjalë ja thua vetes, të siguroj se jeta jote do jetë e jashtëzakonshme. Dhe do çlirosh potencialin më të jashtëzakonshëm brenda vetes tënde. Atëre, çfarë do bëjmë? Pra si e thash, do krijoj një ambient brenda nesh plotësimi. Sepse ngjitja, pra hapja e zemrës, personat që kanë hapur zemrën, janë në gjendje plotësimi. Dhe ajo që do bëjmë është do krijojmë në një farë mënyre atë gjendje plotësimi që ndjejnë personat që kanë hapur zemrën. Do ju orientoj unë, pra në fillim do mbyllim syt, do shkojmë në zemër, do vendosim fokusin në krahëror, fokusin në zemër, do ndjejmë lidhjen me zemrën tonë, dhe pastaj do ju them lidhu tani me një ndjeshje se ambienti, hapësira rreth rrotullteje, jeta rreth rrotullteje është ndryshe. Ti je i plotësuar, marrëdhëniet familjare janë ashtu siç do ti. Ke shpinandrave, ke makinën, jepja vetes çdo gjë që kërkon. Çdo gjë që kërkon, jepja vetes. Dhe këtu në një farë mënyre eliminojmë të gjithë zhurmën e egos. Nuk po them që është egoja që do makinën, edhe vetja e lartë mund ta doj makinën, se më duhet makina. Kështu që ne nuk e dim asnjëherë me saktësi se çfarë është tamam me egos apo e vetes së lartë, pa ajo që bëjmë është që ja japim vetes çdo gjë. Pra heqim zhurmën e egos, në meditim, duke i dhënë vetes çdo gjë. Imagjino se ke shtëpinë, ke familjen, ke fëmijët, ke karrierën ke çdo gjë po shkon shumë mirë. Pra ke situatën më perfekte, që çdo gjë shkon shumë mirë dhe ti nuk ke se çfarë të kërkosh më. Pra do krijojmë një situatë që ti s'ke më çfarë të kërkosh. Dhe do ndjesh një plotësim, pra je shëruar plotësisht. Pra do krijojmë një situatë, do arrim në një situatë ku ti ndjen pranim, ndjen ke arritur të dashuria, dhe aty te pranimi të dashuria, në atë moment çfarë ndodh, si lidhet njeriu me vizionin. Unë ju kam thënë një gjë. Unë ju kam thënë që hapja e zemrës është vetëm fillimi. Hapja e zemrës është vetëm fillimi, sepse jemi këtu. Jemi ngjitur këtu, pra kjo është pjesa e shërimit të fëmijës së brendshëm. Pranimi me dashuri është këtu, po ka akoma më shumë. Ka akoma më shumë. Në momentin që ti hap zemrën,
në çastin e hapjes së zemrës, ku ti ndihesh i plot, nuk ke më nevojë të vërtetosh vetes tënde se ti vlen, e ndjen që vlen. Nuk ke më nevojë të justifikohesh për asnjë gjë. Nuk ke më nevojë të ndihesh i pranuar nga asnjë dhe një person tjetër përveç vetes. Në një pozicion ku zemra jote është e hapur, gjithçka është zgjidhur, dhe je i rrethuar nga dashuria, nga pranimi, brenda teje dhe rreth rrotull teje. Ky është vetëm fillimi dhe kjo pranim, ky dashuri, çfarë ndodh? Në këtë frekuencë ke mundësi, në atë çast, lidhesh me veten tënde më të lartë. Ktu je ti, i vërteti ti, i ploti ti, i lirë nga lëndimet, i lirë nga gjithçka, i lirë nga e kaluara, dhe në këtë energji, vetja jote më e lartë e di se çfarë energji është? Është gëzimi pastër. Vetja jote më e lartë është gëzimi pastër, pure joy, pure joy. Është një gëzimi pastër. Dhe në atë moment, imagjinon atë hapësirë, dashurie dhe pranimi. Lidhesh me veten tënde më të lartë, lidhesh me burime. Dhe je gëzimi pastër. Dhe në atë moment, kur ti jeton në gëzim të pastër, imagjino ditën tënde. Imagjino ditën tënde duke jetuar me gëzim të pastër. Duke jetuar jetën tënde me gëzim të pastër, duke u zgjuar çdo mëngjes me gëzim të pastër. Me një gëzim të pastër për ta jetuar jetën, për të jetuar çdo çast, thjesht sepse është çast. Është aty, je ti. Pa asnjë arsye specifike, një gëzim i pastër, një gëzim i pastër se wow, kjo është jeta ime. U zgjova në mëngjes, kam një çatim i kohë, kam ujë për të pirë, mund të shpreh veten, mund të jetoj jetën, jam i plot, kam gjithçka. Dhe mund të shpreh veten dhe nga një pozicion ku ti je në atë frekuencë gëzim i pastër. Në atë frekuencë ku mund të shpreh veten, çfarë ka brenda meje për të shprehur. Ajo është pika e shprehjes. Ajo është pika ku nga çdo pore lëkurës tënde rezaton shpirti jot. Rezaton shpirti jot. Dhe shumë persona në atë moment, në atë energji, në atë gëzim të pastër, në atë çast do dalë një imazh. Një imazh i të ardhmes tënde, një imazh i vizionit tënd, një imazh se çfarë ti mund të krijosh, çfarë ti mund të sjellësh në këtë tokë. Ai është momenti ku ti sjell vizionin direkt nga burimi. Vjen direkt nga burimi i pastër, pa ndikime të egos, pa ndikime të asnjë gjëje, sepse je i plot, nuk ke më nevojë asgjë, je në gëzim të pastër dhe aty tamam, direkt nga burimi është vizioni jot. Dhe imagjino, sepse normalisht kjo është një meditim për të lidhur me të, po qëllimi im për fuqizimin tuaj, qëllimi i punës që ne bëjmë bashk, është pikërisht kjo. Të afroheni me burimin, të shëroni të gjithë të emocionet, të shëroni fëmijën e brendshme dhe të ngjiteni lart energji dhe në frekuencë. Të hapni zemrën dhe të jetoni pastaj me gëzim të pastër. Të jetoni si një shpirt i pastër, pa asnjë lloj mungese. Dhe në atë moment keni për të shprehur veten tuaj. Dhe në atë moment ju siguroj se do shikoni mrekulli. Trupi shërohet, jeta transformohet, më shkruajnë pafund. Gjithçka ndryshon, madje do ndryshoni edhe familjarët. Ajo që kam bërë një kërkim, pra nuk mund ta quaj kërkim shkencor sepse do më shumë të dhëna, por kam bërë piknisjen e një kërkimi shkencor. Ajo që kam kërkuar është ndryshimi i valëve të trurit tek familjarët, familjarët e personave që kanë arritur valët gamma. Pra ajo që kam bërë është para një viti, kam matur trurin e një personi i cili kishte arritur valët gamma dhe kishte arritur që t'i mbante këto valë në përditshmëri. Pra valët gamma është arritja e suprakonsciencës, një gjendje shumë e lartë, rigjenerimi të trupit, një gjendje janë valët e gjenive, ku një person është shumë krijues dhe jeton atë gëzimin e shpirtit. Nëse je në val gamma, je në euforinë, entuziazëm. Dhe ajo që bëra e mata para një viti, mata dhe valët e familjarëve, familjarët, pra prindrit edhe bashkëshorti.
prindri dhe bashkëshortja nuk kishin val gama. Ajo që bëj tani është i mas të gjithë së bashku pas një viti. Ajo që kishte ndodhur pas një viti ishte jashtëzakonshme. Pas një viti, familjarët treguan disa zona gama. Pra mata prindrit dhe bashkëshorte, që më përpara nuk kishin val gama, ky personi ja mata sërish valët gama dhe i kishte më të theksuara, i kishte në të gjitha zonat e trurit tani dhe i kishte harmonike, pra në amplitudë më të lartë, pra kishte bërë përparime, dhe familjarët kishin shfaqur shfaqja e parë e valëve gama. Ishin shfaqur të familjarët. Familjarët nuk meditojnë. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Sepse ju kam treguar që normalisht ne mund të ndikojmë me harmonizimin e zemrës, pra rrahjet e zemrës, harmonizimi i zemrës, është e vërtetuar tashmë shkencërisht që tek familjarët ka një lloj ndikimi, por valët e trurit nuk janë kërkuar akoma. Nuk është vërtetuar akoma asnjë gjë me valët e trurit. Dhe bashkë me Marvinin pam për herë të parë shenjën e parë të një ndikimi të jashtëzakonshëm. Po kjo do të thotë shumë. Kjo do të thotë që ne mund të ndikojmë te familjarët tek valët e trurit. Që ata edhe pa medituar kishin kaluar në një gjendje, pra ishte jo i gjithë truri, normalisht truri i prindërve ishte bërë më harmonik, gjithashtu truri bashkëshortes do kishte val gama, por normalisht kishte akoma nevojë për harmonizim, por që kjo ishte jashtëzakonshme, kishte val gama. Kishte val gama. Jo në amplitudë shumë të lartë, jo në atë masën e atyre matjeve që ne shikojmë në ritritet tona, apo në atë masën e atyre që meditojnë bashkë me ne, por kishte. Dhe është vetëm fillimi, është vetëm piknisja. Atëherë çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne të gjithë së bashku si komunitet kemi fuqi të transformojmë botën. Kemi fuqi sepse kemi fuqi të transformojmë familjen tonë, dhe familja është diçka që përhapet. Është diçka që përhapet. Dhe në qofte se është diçka. Kjo botë është në këtë situatë. Pra njerëzit janë të shtypur, njerëzit janë të friksuar, njerëzit janë në gjendje mbijetese dhe shumë njerëz veprojnë në forma kafshërore, mund të them. Po janë në këtë fazë sepse ka shekuj që shtypen, ka shekuj që friksohen, ka shekuj që përpiqen t'i fusin në frikë, t'i kontrollojnë dhe të aktivizojnë tek ta valët beta të larta, pra beta e lartë është një gjendje shumë stres i lartë dhe t'i mbajnë ndërgjegjen e tyre në sistemi limbik, që është një gjendje pak më e ulët e ndërgjegjes. Ne jemi krijuar që të funksionojmë në valë të larta të gamës, dhe gama nuk ka të bëjë me theta apo delta, që janë gjendje shumë të thella meditative, po që personi nuk është në një farë mënyrë nuk je aktiv dot në jetë. Me gamën ti je aktiv në jetë. Ti je aktiv, pra në meditim kur arrit gama, personi arrin një gjendje të brendshme shumë të lartë, shumë të aktivizuar, shumë të fuqishme, shumë të vëmendshme. Pra dhe realiteti në një farë mënyrë merr ngjyrat bëjnë më të theksuara, tingujt bëjnë më të theksuar, personi e përjeton jetën më të theksuar. Pra në një farë mënyrë shumë persona më kanë thënë që wow, Artemis, pemat më duken ndryshe, çdo gjë, bota, natyra, gjithçka po e shoh ndryshe. Pra para tyre shfaq një botë e re. Në valët gama shfaq një botë e re. Ta fillojnë të shikojnë një botë të re. Krahasuar me ata persona që kishin valët beta të stresit. Pra persona që janë në valë beta të stresit, shikojnë një botë tjetër. Nuk e shikojnë botën njësoj. Gjyrat duke ndryshe, tinguj duke ndryshe,
gjithçka përjetohet ndryshe. Dhe besoj e keni dëgjuar që në një farë mënyre po jetojmë në një epokë të re, ku njerëzit do fillojnë të jetojnë në një tokë të re, në një botë të re. Po çfarë është kjo botë e re? A mos është një botë e re ku realiteti përjetohet nga valët gama? Ku realiteti përjetohet nga një tru i cili është i lirë, i harmonizuar, i fuqizuar, i relaksuar, i shëruar? A mos është realiteti ku njerëzit janë plotësisht në fuqinë e tyre? A mos është realiteti ku njerëzit kanë aftësi të shërojnë veten e tyre, të manifestojnë një jetë që duan ata? Sigurisht që po. Dhe për shumë pak vite do ta sjellim bashkë, dhe nuk ka asgjë që na ndal. Dhe kërkimet shkencore po e vërtetojnë këtë gjë. Dhe pra ajo që po shohim tani është që valët gama po përhapen. Sepse sistemi jo nervor ka aftësi të mësoj, pra ne mund të mësojmë nga njëri tjetri. Dhe ta persona në val gama tregojnë që kanë aftësi më të larta kognitive, kanë fuqi më të madhe mendore, kanë aftësi më të madhe për të marrë vendime, për të zgjidhur situata, për të shëruar veten, ka kaq shumë përfitime, po do flasim në një live tjetër për këto. Kështu që bota po ndryshon dhe ju jeni paraprisit e kësaj. Ju jeni ata që e keni nisur gjithçka dhe ju jeni të jashtëzakonshëm. Puna që ju po bëni me veten është e shenjtë. Dhe jo çdo kush ka kurajon ta bëjë këtë gjë. Jo çdo kush ka kurajon ta bëjë, po ju keni patur kurajon ta nisni. Ta nisni atëherë ndonjëherë edhe kur nuk e dini se çfarë po bënet. Atëherë kur ndoshta nuk kishte kërkime shkencore. Po besuat fort e zemra juaj. Dhe vazhdoni besoni. Vazhdoni besoni sepse ajo që po ndodh është një mrekulli. Atëherë, unë do vazhdojmë pak me meditimin, sepse për ndryshe do i flas me ju dori gjithë natën. Ajo që do bëjmë në meditim tani, si thash, do shkojmë në zemër, do krijojmë ambientin e plotësimit, do ngjitemi në frekuencë. Dhe kur ti ngjitesh në frekuencë, në këto frekuenca të larta, atëherë gjithashtu për ta shtuar efektin e kësaj, do imagjinoni që jeni një kanal energjie dhe do sillni më shumë energji në trupin tuaj. Do sillni më shumë jetë, do lidhemi me burimin, imagjino që je kanal dhe burimi në një farë mënyre të sjell shumë energji. Do dyfishojmë energji, do trefishojmë energjinë. Imagjino si është një shtrat që rrjedh dhe ti mbushesh plot me energji gjithmonë më shumë. Pra do shtojmë kapacitetin, enën, sepse njerëzit manifestojnë sipas enës që kanë. Nëse ti zgjeron enën e energjisë, ti manifeston më shumë. Atëherë, gjithsesi këto koncepte do t'i flasim sërish, do diskutojmë sërish, dhe edhe një lajmërim për të gjithë ju para se të nisim meditimin. Ne në 12 qershor nisim trajnimin online 6 javor. Harmonizimi kuantik është trajnimi i cili ka rezultate të jashtëzakonshme, ne kemi shumë kërkesa dhe zihen shumë shpejt vendet. Aty punojmë me emocionet, bëjmë meditime, kemi teknika të qoftë për jo vetëm për anktin apo depresionin, por për çdo gjë, për manifestim, për krijim të një jete të re, dhe mund të pyesni dhe stafin për më shumë informacione. Po ju lajmërova që pastaj mos më thoni që pse s'na lajmërova Artemis, se ky trajnim bëhet vetëm 3 herë në vit. Kështu që dhe zgjat 6 javë. Pra 6 javë jeni bashkë me ne, me mua dhe me Marvinin. Mund të na pyesni çdo ditë, mund të na shkruani çdo ditë, ju orientojmë për çdo gjë. Punojmë me shërimin e fëmijës së brendshëm, punë emocionale, punë manifestimi. Dhe do ngrejmë energjinë edhe më shumë në këto 6 javë. Atëherë, po gjithashtu bashkë do shihemi live sërish, edhe në Instagram. Jemi me një mision të rëndësishëm, të gjithë së bashku. Atëherë, si e thash në meditim, do shfaqet pastaj, do ju lidh me një vizion, me vizionin tuaj. Cili është vizion? Lidheni me burimin, lidhuni me Zotin. Dhe ftoni nga ajo energji e lartë.
nga ajo energji e lartë, nga ajo frekuencë e lartë që do jemi ngjitur, ftoj vizionin tim, më trego pamjen të vizionit tim, më trego mrekullin që kam ardhur këtu të sjell. Do lidheni me atë vizion. Dhe për secilin nga ju mund të jetë diçka, mos mendoni se do dali komplet gjithçka e përfunduar me hapa 1 2 3 4 5, për mua thjesht do li një sken dhe pastaj thjesht ndoqa atë gëzimin tim të momentit. Normalisht që vazhdoja punën në universitet, vazhdoja me kërkimet shkencore dhe akoma vazhdoj sepse kam pasion, kemi shumë projekte në Zvicër, kështu që jetën e kam akoma goxha plot me gjëra, por që krijoj kohë dhe vetes për të ndjekur atë gëzimin tim. Dhe gëzimi im ishte në atë periudhë, është akoma, është kthyer në një gëzim me mbi 100.000 zemra, janë këto momente me ju. Është momente, është një gëzim i pastër. Kështu që ndiq gëzimin tënd të pastër, ndiq atë, dhe do të çoj atje ku zemra jote ka ardhur këtu për të krijuar. Atë që zemra jote ka ardhur këtu për të krijuar. Ju siguroj. Dhe këtë grafik do ta nxjerr her pas here faktikisht, sepse ky është edhe qëllimi jon për të ngjitur lart energji. Atëherë dhe jeta jote ndryshon komplet. Unë do ta hap një moment komente, dua të shikoj nëse jeni këtu ose jo. Shpresoj mos t'ju ke dhënë gjumi, po nuk besoj. E ndjej që jeni këtu. Jeni gati për meditim. Diçka që do bëjmë, kam menduar të bëjmë diçka të re, sepse që meditimi të ketë edhe më efekt, edhe më shumë efekt. Kam menduar që bashkë të bëjmë diçka të re. Përpara se të jeni gati, përpara se të nisim meditimin, ajo që do bëjmë është se do mbyllni syt dhe unë do ju them disa fjalë. Do mbyllni syt dhe unë do ju them disa fjalë dhe janë fjalë në një farë mënyre, janë në një formë jo poezi, por fjalë hyrëse për meditimin. Domethënë janë disa fjalë të cilat do ju ndikojnë dhe do ju zgjojnë diçka në zemrën tuaj, që në meditim të shkoni edhe më thellë. Të zgjojë diçka brenda jush, të zgjojë shpirtin tuaj, që në meditim të shkoni edhe më thellë. Pra, në fillim fare, tani unë gjithsesi do ta mbyll kamerën, po pi edhe pak ujë.